Shikon, në ditët e sotme, musliman që nuk i flet një muslimani. Musliman që braktis një musliman. Musliman që bojkoton një musliman. Vjen në një hadith që transmetohet tek Ebu Daudi, se profeti alayhi salam ka thonë: "Men hajara akhahu sanatan", kush e bojkoton vllajën e tij një vit, është thot sikur pra ka derdhur gjakun e tij, pra sikur e ka vra. Ne e dim fare mirë se nuk lejohet bojkotimi i një muslimani mbi 3 net. Pra mos me i fol, me e braktis, me e bojkotu. Dhe po të shkojnë çështja deri në një vit, pra mëkat sikur me e vra, Zoti na rujt. Prandaj, vllai im, motra ime, nëse ke bojkotuar dikë, e dëgjove hadithin. Kërkohet prej nesh që me reflektu. E lusë Allahun e lartësuar që ta përmirësoj gjendjen tonë. Amin.